Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Ditë zëje, ndahet nga jeta në moshë të re artisti i njohur. Barney Frank, ish antar i dhomës së përfaqësuesve në SBA dhe një nga politikanët më të njohur demokrat në Amerikë, ka ndëruar jetë në moshën 86 vjeçare. Lajmi u konfirmua nga motra e tij, Frank, e cila tha se ai vuante nga insuficiencia kongestive e zemrës dhe prej kohësh kishte hyrë në një kujdes paliativ në banesën e tij në Maine. Në një intervistë të fundit për Politico, ai ishte shprehur se po e përjetonte qetësisht gjendjen e tij shëndetësore. Në moshën 86 vjeçare kam jetuar më gjatë se sa mendoja. Në një moment zemra thjesht do të dorëzohet dhe tani po i afrohem asaj faze, u shpreh ai. Frank shërbeu si përfaqësues i Kongresit në vitin 81 deri në 2013 dhe konsiderohej një nga figurat më të rëndësishme të komunitetit LGBT. Ai doli publikisht si homoseksual në vitin 87 në një periudhë kur tema konsiderohej ende tabu në politikë. Gjatë karrierës së tij, Frank u bë i njohur edhe për rolin kyç në hartimin e ligjit financiar në vitin 2010 pas krizës ekonomike globale të viteve 2007-2008. Në vitin 2012 ai bëri histori si antari i parë i Kongresit Amerikan që martoi partnerin e tij të së njëjtës gjini. Pas largimit nga politika në vitin 2013, Barney Frank vazhdoi të mbetej një zë i rëndësishëm në debatet publike dhe në mbrojtje të drejtave civile në SBA.